hapësirën e vetë me folë. Por sot të flasin për disa shtresa. Dhe një ndër këto shtresa janë ato njerëzit që sot këtu nuk arrin me armë bërtit, si për bërtitni ju dhe shëqur që po bërtitni, por nuk arrin sepse kanë frikë. Por me shku në burg janë disa procedura, nuk është se vetëm burtasi në veçojnë burg. Një nga fjalime që të mbaj sot është një vajzë me biznes këtu në Shkodër, e cila nuk arrin me folë, se ka frikë këto të taksave që i shkojnë në biznes për me ambëll biznesin, dhe besoj ka shumë nga ato që ju i njini, që sot tu nuk arrin me folë. Dhe i thash, hajde folë, nuk arrite me folë. Dhe i thash, ma shkruaj, po doroni. Mos friget. Oh, vajzat first, ma shqyqo që kam jetu dhe në Itali, gentleman. Atyre, fjalimi saj thot, nuk flas dot për shumë arsye. Do kisha thënë që këtu njerëzit janë mbledhur jo veç për interesa personale, por edhe për interesa kolektive. Sepse kur gjithë populli, ose njerëzit që na rrethojnë, familja jonë janë mirë, atëherë pa tjetër që na vjen edhe ne, indirekt e mira për ne për gjithve. Sa me priqë se cili në të pjesë ka një interes personal edhe me dalë, se cili ma ne du të bate kur. Tash, ashtë mush kupa dhe nuk ben ma kosi uj, si themi ne. Kështu që për shumë arsye, ta në këta institucione janë bat pa prekshme. Unë nuk e maj mend veti një herë që kam shku në bashki, përveç me ba pashaportet e mija e të fmive të mi. Edhe pse? Arsyeja se çdo gjë që ti kërkosh nuk realizohet. Kështu janë ba gjithë institucionet me njerëz që duken sikur kanë ma shumë halla ata se gjithë populli që fundi ata janë shërptori i popullit. Sikur me zë punojnë me zër. Edhe i mbrojnë ata vende me thanë mendja sikur i kalon nana e baba aty. Nuk e din që janë sot dhe ndoshta nesër nuk mundën me kenë. Për shumë arsye, edhe për këto tjera, ne kena ndaj urt, sepse me idenë nuk po preken ato interesat e mia, por po me sjellin një kontroll, po me mbajnë një dëm të biznesit. Unë sot jam më e fortë se kur, edhe me dash me mardh, edhe me dash me mgjobit, edhe me dash me nxan keq, edhe pse mundën me nxan keq se ne nuk jena perfekt, tashi unë jam ba ma fortë se kur. Kështu që nuk më plas heq dhe këtë persone keni mes jush diku aty. Qa të dojnë të më bajnë. Me folë nuk kam qef, sepse kam shumë muaj. Me folë dhe me folë. E jo më bërtit, nuk kam qef, sepse kam një tjetër nivel, nuk kam nevojë me bërtit. Sepse ka ma shumë mlefe për brenda e ba marrë aty, unë e ke di që po filloj e them. Jeni shumë të mirë, vazhdoni dhe qëndroni të fort, se ky vend është vend floriri, edhe njerëzit i ka të zgjuar, ku na kanë programu me maj urt, mos me folë, mos mu anku, na kanë rejtë që shpim ati den, mos mu anku, mos me folë me dëru. Kështu kjo gja, tash vazhdon. Por jo i them asaj shoqës teme që s'murë me folë. Kjo gjë sot nuk vazhdon kështu. Kjo gjë sot ka marru, se ne nuk kemi vdek, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfundon në burg. Kaq. Zverneci është vetëm thjesht njëra prej atyre mantës së cilës ne kemi pasur tradhtin nga ana e drejtuesve tanë. Janë tjetërsuar tokat tona, është tjetërsuar rjolli, është tjetërsuar Zverneci, është tjetërsuar Narta, Porti Durrësit, të gjitha trojet shqiptare u tjetërsuan. Të gjitha trojet shqiptare ju hoqën pronorëve dhe ju dhanë Ne jemi këtu sepse jemi të lodhur. Ne jemi këtu sepse jemi të lodhur. Jemi të lodhur që në 2026 të jemi pa ujë, të jemi pa drita, të jemi pa rrugë, të jemi pa transport qytetas, ndër qytetas, të jemi me ilaçe të skaduara, të jemi pa trajtim shëndetësor, ku personat me sëmundje kancerogjene nuk trajtohen nga ana shtetit, por i çojnë drejt privatit. Jemi të lodhur që spitalet tona nuk kanë pajisje, spitalet tona nuk të trajtojnë, nuk ka infrastrukturë. Jemi
të lodhur sepse pensionet janë përsëri në minimumin jetik. Ato ja rrisin rrogat vetes, deputetët, rrisin dietat, rrisin të gjitha të ardhurat, ndërkohë që për popullin nuk mendojnë. Nuk mendojnë për pensionistat që kanë në minimumin jetik. Nuk mendojnë për personat të cilët janë me aftësi të kufizuar. Nuk mendojnë për personat, për gratë të divorcuara, të cilat nuk paguhen dhe nuk i ofrohet ndihmë ekonomike nga ana shtetit. Ky shtet i ka braktisur shqiptarët. Ky shtet u volli prona. Policisë mos provokojnë. Ju lutem policisë shtetit shqiptar, mos provokoni protestuesit. Shqipëria shqiptarëve, degë e traktorëve. Shqipëria. Të lutem policia, atëherë policia e Shkodrës të lutem të mbajnë të njëjtën etikë dhe të respektojnë të njëjtën etikë si policia e Tiranës. Ju lutem, vi nga protestat e Tiranës që në ditën e parë dhe sot erdha për të qenë pjesëmarrëse në qytetin tem, në vendin tem, tokën time. Dhe po ju them që policia në Tiranë nuk ka provokuar dhe nuk ka ngacmuar protestuesit. Na lini të protestojnë. Stop! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Si një studente e re, isha dash me ju falendëru tënde për ju shajini, studenta, pensionista, ju që punoni, ju që vuni për një copë bukë. Si fillim, deshta me ju thanë se sot tanë mund t'jena këtu për qëllimet ndryshme, për arsyet ndryshme, por e di se për tanë për jush është një arsye pse ju jeni këtu. Bravo! Jeni këtu sepse lako i litarit ju ka rënë fët, asa nuk mundeni me duru ma. Tanë flasin për zbërnesin, tanë flasin se sa keq është me hub disa hapësira. Ka të shsa di që unë i baj një pyetje vetit. Pse zoti kryeministër don me zhvillu vendin me pikrish 22%, një vend që është në 22% hapësira të mbrojtuna, pasuri natyrore. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë që kur shkon në spital duhet me dhënë shpejte, duhet me njoft dikën. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë kur duhet me shku në arsim dhe nuk ka manzans. Pse? Pse sepse studentat i ka mësuar që duhet që ka vetëm një bilet vetëm për vajtje, jo për ardhje. I ka mësuar studentat që me Ai është ai njëri që flet që drejtësia po reformohet. Drejtësia nuk po reformohet. Bravo! Drejtësia nuk po reformohet. Në Shkodër nuk ka as gjykata. Në Shkodër nuk ka as gjë, nuk ka institucione. Të gjitha institucionet janë Tiranë, Shkodra nuk ka më as gjë. Në moment të fundit Shkodra nuk ka me pas as bashki. Pse? Se kanë me evu Shkodrën që me kenë një provincë një vend tjetër, sepse askush nuk interesohet për ne pas për Shqipnin. Pse askush nuk interesohet për Velipojën? Pse për Rjolli 1? Pse për pyjet që po janë Velipoj nuk interesohet për kush? Pse po qojnë njëjtë dhe po bëjnë tokën e tyre kush është më i forti? Pse? Pasat jo jeni për një qëllim. Duhet mi tregu që në Shqipni ka të ri. Shqipni ka njerë që nuk tërsohen. Shqiptar moshta janë sakatu. Po historia ka tregu që shqiptari kur nuk ka tërsu. Përshëndetje. Unë e di se sot keni ardhur këtu sepse keni vujtje dhe keni dhimbje në shpirt për këtë diktaturë që po kena të gjithë na shqiptarë. Ramanburg Berishanburg! Ramanburg Berishanburg! Ramanburg Berishanburg! Ramanburg Berishanburg!
lutem. Na nuk kena ardhur me tregu historinë e Shqipërisë, por kena ardhur që t'i tregojmë njëri tjetrit se jena bashkë dhe nuk do të shkputena. Më ka ardhur shumë keq nga qytetarët e Shkodrës dhe Shkodron që nuk na kanë përkrah, sepse Okej, atëherë kanë ardhur nga Durrësi, kanë ardhur nga Vlora, kanë ardhur nga Mallokastra dhe nga gjithë Shqipëria për të qenë në rjoll, për t'i dalë zot rjollit. Dhe kështu duhet me kanë bashkë edhe thellë, edhe gjithkund në territoret e Shqipërisë. Sepse komunizmi nuk ka ikë. Ne së bashku do ta zhdukim komunizmin dhe këta krysha që janë këto. Unë du të them ty rini, që je këto, që më shikon, dhe ju që më një gjoni, hajdeni dhe merë një pushtetin, sepse ne nuk kena kënd aftë, që ti fmitë tonë, ti bajmë aftë. Hajde, merë një pushtetin dhe largoni këta komunista prej këto. Sot jam këtu sepse Shkodra ka shumë arsye me protestu, prandaj jam këtu me ju. Po të shikojmë rastin e Zvërnecit është si 2 pika ujit e njëjt me rastin e rjollit. Ne duhet me protestu për rjollin, duhet me protestu për thesin. Pa tjetër që duhet me protestu edhe për ndërhyrje që do bëhen vazhdimsi për sa i përket ndërtimeve 20 kaqen livade. Kjo është edhe kriza e re mjedisore që do ta kapin qytetin e Shkodrës. Sot duhet me protestu edhe për familjen. Duhet me protestu për familjen sepse familja po tentohet, po luftohet si pjesë e agjendës ultraliberale që e ka kapë. Shqipëri, jepi dorëheqjen! Shqipëri! Fakt, familja po luftohet dhe nga një agjendë ultraliberale që në fakt po luftohet në mënyrë të sistematike. Dhe ky është një problem madhor që po e ka avash Shqipërinë dhe Shkodrën. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Ne nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që agjendra ultraliberale ta kapin familjen tonë. Ne duhet jetojmë si shqiptar, duhet jetojmë dhe duhet mizotrojmë tradita, familja dhe kombi. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që ky vend të zhbahet. Pro familjes, pro Shqipërisë! Pro familjes, pro Shqipërisë! Pro familjes, pro Shqipërisë! Ne dhe në organik 400.000 vetë të rinj nga ky vend. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që të vinë dhe njerëz të huajnë në këtë vend dhe ta çbajnë këtë vend. Patjetër vendi është i joni, duhet jetojmë këtu dhe duhet vazhdojmë ta qeverisim këtë vend këtu. Ne. Shqipëria është shqiptarëve! Shqipëria është shqiptarëve! Shqipëria është shqiptarëve! Ete, si mi Mozameti, me tanë fjallorin që ka dit, edhe ma që ka studiu, nuk ka qetë asë një sinonim tjetër më të mirë për kryeministrin tonë, veç me i thanë që ti e komar, kjo është diçka që duket. Zotë kryeministër, jemi komar!